Përshëndetje miq dhe mirë se erdhët në studion e emisionit Pa Gjurmë. Jemi live këtu në ekranin e Report TV, ku si çdo ditë dhe ditën e sotme do të jemi rreth një orë në transmetim dhe redaksia e emisionit Pa Gjurmë do të sjellë sot në vëmendje një histori të dhimbshme që vjen nga Ballçi, historia e një nëne e një 70 vjeçare me paterica ku kërkon ndihmë. Gazetaria Klaudia ka udhëtuar drejt Ballçit dhe ka trokitur në derën e kësaj të moshuare me emrin Hateme Hysenaj, e cila telefonoi në redaksi dhe kërkoi që ne të shkonim me kamrën tonë në banesën e saj, pasi ajo kishte të pamundur të vinte vetë fizikisht në studion e emisionit Pa Gjurmë. Ndërkohë, kjo 78 vjeçare kërkon ndihmë për të birin e saj, Ilir Hysenaj, një 54 vjeçar me aftësi të kufizuara në dëgjim dhe në komunikim. Ndërkohë regjia na ndihmoi menjëherë me planet e kësaj të moshuare, e cila prej një kohe të gjatë jeton e vetme. Djali pas një konflikti, le të themi, që ka pasur në pallat, këta të fundit fqinjet e kanë denoncuar dhe ai është dënuar, ndodhet në burg, ka mbaruar dënimin dhe askush nuk ka mundësi të shkojë ta marrë në burg dhe ai qëndron në burgun e Lezhës për disa ditë dhe pse ka mbaruar këtë dënim dhe sot kjo nën kërkon ndihmë për të birin e saj. Unë sot në studio kam të ftuar psikologen Marcela Lekli për këtë histori dhe menjëherë dua ta përshëndes. Marcela, përshëndetje dhe mirë se erdhe. Faleminderit. Ndodhet edhe kështu, Marcela, që mbaron dënimin, je me aftësi të kufizuara dhe nuk ka kusht të vej ta marrë nga burgu. E para mendoj që unë nuk jam avokate, për duke u marrë realisht me aftësinë e kufizuar. Prandaj të kam thirrur dhe për të pyetur që a funksionon ky shërbimi social hallkat në Shqipëri për lloj kategori njerëzish? Me aftësi të kufizuar, normalisht që nuk ka një precedent penali që mund dënohet me ligj, me sa kam informacion unë. Tash një jurist ose një avokate mund ta di. Ne do të kemi edhe avokatin e familjes, ai që e ka ndihmuar për ta mësuar anën ligjore. Për shkak të përpara këtyre fakteve, si mund të jetë marrë, si është dënuar, si janë marrë procedimi i dënimit, por në tilla raste besoj që shërbimi social shtetëror apo njësia administrative në Ballç mund të shkojë paktën një pjesëtar i familjes, nëse nëna nuk shkon dot ose një komshi apo dikush i afërt, që mund të ndihmojë për tërheqjen e djalit në banesën e saj. Sepse siç ishte ajo momenti që e kanë marrë, e kanë dënuar, e kanë çuar, kanë kryer dënimin, mund të jetë një gjë që ta rikthejmë prapë në shtëpinë e tij. Ne do diskutojmë gjëra gjatë sot për këtë histori, prandaj të kam thritur sepse duket pak skeptike kjo që një person me aftësi kufizuar, se u mund tolerasja, mund bëj gjëra në shtëpi dhe mund të dënohet. Domethënë kjo më duket pak e paprecedente, nuk e di. Por do e dëgjojmë rastin patjetër me detaje, por problemi më madhor për këtë nën është që jo të sjelli djalin ta marri nga burgu që ka mbaruar dënimin ta sjelli në shtëpi, por kush do kujdeset, thot. Unë nuk kam më fuqi të kujdesem, ndërkohë ajo vetë kërkon të strohet në një azil dhe ku ta lë djalin me aftësi të kufizuara. Dhe ky është qëllimi, e dashur Marcela, që çfarë ndodh në vendin tonë me këta persona, po vetëm pas pak sigurisht do ta dëgjoj opinionin tuaj, do të kem sot edhe zërin avokates të familjes Hysenaj, ajo që ka ndjekur ligjërisht 54 vjeçarin me aftësi të kufizuara në dëgjim dhe në komunikim. Por përpara se të kalojmë në këtë histori, unë dua ditën e sotme të prezantoj në fakt një foto që ka mbërritur në redaksinë e emisionit Pa Gjurmë, një foto e një gruaje të pa identifikuar që është gjetur në Dimal, në Kuçov, dhe pikërisht policia ka kërkuar ndihmë. Posta e policisë në bashkinë Dimal na bën me dije se është gjetur zonja në foto rreth orës 19:10 në vendin e quajtur Pompat e Ujit në fshatin Goriçan, njësia administrative Kutalli. Zonja nuk flet dhe nuk jep asnjë përgjigje në mënyrë që të mundësohet kthimi pranë familjes së saj. Ju lutem, kush e sheh këtë publikim dhe e njeh zonjën, të kontaktojë në numrin e telefonit si më poshtë, dhe është numri i postës së policisë Dimal. Me njëherë, duat falenderoj të gjithë qytetarët e Dimalit, por edhe në qytetet të tjera të cilët e kanë parë këtë lajm dhe me njëherë e kanë dërguar në redaksinë e emisionit Pa Gjurmë, duke ditur që ky emision merret me persona të humbur dhe shumë gra rreth kësaj moshe, ne na rezultojnë të humbra dhe familjarë të cilët vinë dhe kontaktojnë tek ne. Ndërkohë, me njëherë sapo na mbriti kjo foto, u munduam ta krahasoni me foto të zonjave që rezultojnë të humbra dhe kërkohen në studion e emisionit Pa Gjurmë, si me Hyrie Çikopano, një histori që u bë gati një vit që trajtohet në studion e emisionit Pa Gjurmë, apo Dallandyshe Heqimaj. Ndërkohë, kjo është Hyrie Çikopano.
zonja që kërkohet në studion e emisionit pa gjurmë, 67 vjeçarja nga Tirana që ka humbur kontaktet me familje në 15 nëntor të vitit 2023, por nuk ka ngjashmëri me foton që po shikoni në ekran. Ndërkohë një tjetër grua të humbur është dallandyshe Heqimaj, 65 vjeçarja nga Visoka e Mallakastrës, e cila dhe ajo fatkeqësisht ka humbur në 2 nëntor të vitit 2024. Nuk mund të themi dot ngjan ka një ngjashmëri apo jo. Do të jenë familjarët ata që do e shikojnë me vëmendje dhe janë njoftuar për të lidhur me policinë e Dimali dhe për të bërë verifikimet, por unë dua të sjell në fokus ditën e sotme historinë e këtyre dy zonjave me shpresën që mund të marrim ndonjë lajm, ndonjë informacion. Si u gjet kjo zonjë e pa identifikuar pikërisht në Dimal, uroj që edhe zonjat e humbra të kenë, le të themi, një dritë jeshile, familje, t'i gjejnë dhe të mësojnë të vërtetën për fatin e tyre. E nisim me Hyrie Çikopanon, 67 vjeçarja nga Lushnja, e cila u largua në 15 nëntor të vitit 2023. Regjia të më ndihmoj me pasaportën e Hyrie Çikopanos. Kjo është Hyrie Çikopano, nëna e një djali e cila prej kohës së pandemisë, le të themi kishte shfaqur problemet e shëndetit të saj mendor. Bashorti i saj Anesti ka qenë disa herë në studion e emisionit pa gjurmë dhe ka këmbgulur që vaksinat e bëra nga pandemia i sollën probleme me shëndetin mendor. Bashortes së tij, sa ajo në 15 nëntor, një ditë papritur u largua dhe nuk u kthye më në banesë dhe prej asaj dite nuk dihet se çfarë ka ndodhur me fatin e saj. Unë dua të prezantoj një material të shkurtër dhe rikthehemi. Te ekspozita, me jepni sonte lek të hani të bu. Gjitha informacionet po vinë në të njëjtën zonë. Vasil Shanto ishte ekspozita, gjykata, myslimshyr, të gjitha janë brenda një zone. Zhdukje e papritur e të moshuarës Hyrie Çikopano në kryeqytet më datë 15 nëntor ka vënë në lëvizje familjarët dhe stafin e emisionit pa gjurmë. Edhe pas shumë informacioneve të mbërritura gjatë transmetimit live se ishte parë në disa zona të ndryshme në kryeqytet, ishte mëngjesi i datës 15 nëntor, kur pasi burrë e grua shkuan në një farmaci në rrugën Dremjeda në zonën e ish-parkut të autobusave, Hyrie Çikopano i zhduket të shoqit sa hape mbyll syt. Për shkak të problemeve të shëndetit mendor që e moshuara kishte shfaqur vitet e fundit, Anesti e ruante gjithmonë bashkëshortin e tij, ndërsa shpesh e mbante të mbyllur në shtëpi. Por edhe pas këtij kujdesi, Hyrie Çikopano gjeti momentin dhe u largua për të mos u kthyer më në shtëpi. Të shqetësuar, familjarët kanë bërë një denoncim edhe në komisariatin numër 2 në Tiranë, por ende asgjë deri më tani. Ditën që u largua, Hyria kishte të veshur një palë tuta të zeza dhe një bluzë ngjyrë gri me kapuç. Me lot në sy, bashkëshorti Anesti Çikopano nuk ka rreshtur së kërkuarit të shoqen, e cila për herë të fundit u largua nga dora e tij. Kjo është historia e Hyrie Çikopanos, dashumiq, 67 vjeçarja e humbur për 15 nëntorit të vitit 2023. E dashur Marcela, dua të pyes pak për kohën e Covidit, kohën që kemi bërë vaksinën. Unë për shembull jam vaksinuar, kam bërë 2 vaksina në atë periudhë. Ka ndikuar kjo vaksinë në shëndetin mendor të një grup njerëzve, sepse një prej rasteve që bashorti i Hyries ka treguar në studion e emisionit pa gjurmë që gruaja musëmur pas vaksinës. Realisht, nga praktikat e përditshme, nuk kemi parë raste që mbasi kanë bërë vaksinën janë smur nga ana shëndetit mendor, apo dhe probleme të tjera që mund ketë pasur. Por mund të them që vaksina, si mund kemë bërë unë ti, apo çdo kush tjetër, ka nxjerrë në pa një problematikë që ne kemi me shëndetin. Nëse ne vuajmë nga një inflamacion të brendshëm, bërja vaksinës e ka nxjerrë në pa. Nëse ne kemi probleme kancerogjene në trup, vaksina e ka nxjerrë në pa. Nëse ne kemi probleme të shëndetit mendor, apo çrregullime të sjelljes, apo dhe depresion të brendshëm, vaksina e ka nxjerrë në pa, po jo se ka qenë stimulimi i vaksinës që ne jemi smur apo kemi pas probleme. Po le themi që ato vaksina kanë qenë një faktor për të nxjerrë në pa një problematikë që ne kemi në trupin tonë. Ndoshta sëmundje të fshehura që sigurisht sëmundje të fshehura ku ne dhe mund ta them me bindje këtë nga rastet konkrete, të cilat prej shumë vitesh nuk kanë pasur asnjë lloj problemi dhe fakti i parë është që kur kanë bërë vaksinën u smura pata këto, por jo, sepse dhe me analiza mjekësore, shkencore, është bërë që kjo ka qenë një sëmundje shumë e thellë në trupin e një individi dhe me bërjen e vaksinës ka dalë në pa.
E qartë. Mirë, dua të prezantojmë në të momente edhe historinë e dallandyshe Heqima i dashurmi, 65 vjeçaria nga Visoka e Mallakastrës, nëna e 3 djemve, e cila prej 10 viteve kurohej nga depresioni, por fatkeqësisht prej datës 2 nëntor të vitit 2024 është larguar nga shtëpia dhe nuk dihet asgjë për fatin e saj. Ndjekim këtë material dhe rikthehemi. Emisioni pa gjurmë vijon ende kërkimit për dallandyshe Heqima, 65 vjeçarin që rezulton e humbur që prej datës 2 nëntor të vitit 2024 nga fshati Visok në rrethin e Mallakastrës. Nëna e 3 fëmijëve kuroi prej vitesh nga depresioni dhe gjendja e saj nuk ishte fort e mirë. Ditën që ka dalë nga shtëpia, fëmijët tregojnë se nëna e tyre ka dalë me rrobat e shtëpisë. Pa njoftuar askënd, ajo zhduk dhe iku në drejtim të paditur. Ta alarmuar, familjarët e dallandyshes bën denoncimin në polici, ku në bazë të kërkimeve zbuluan se 65 vjeçaria kishte ndjekur një rrugë dytësore në fshat për të dalë në autostradën Ballsh-Fier. Informacionet që kanë mbërritur kanë arritur të lokalizojnë dallandyshen në disa fshatra të Fierit. Qytetarë të ndryshëm kanë treguar se i kishin takuar në kallëm dhe gjendja e saj duke që ishte rënduar. Prej më shumë se një viti, fëmijët janë ende në kërkim të nënës së tyre, por fatkeqësisht ende nuk dihet çfarë ka ndodhur me fatin e saj. Kjo është historia e dallandyshe Heqima i dashurmi, që bëj thirrje për të dyja këto nëna, të cilat figurojnë të humbura, si dallandyshe Heqima, 65 vjeçaria që po shikoni pas meje nga Visoka, që është larguar në 2 nëntor të vitit 2024, po bëj thirrje dhe për Hyrie Çikopanon, që regjia do më ndihmoj me pasaportën e 67 vjeçares nga Tirana, e cila fatkeqësisht rezulton e humbur prej 15 nëntorit të vitit 2023. Kushdo që ka informacion për këto dy zonja, kushdo që i ka parë, qoftë anonim, mund të lidhet me studion e emisionit pa gjurmë, vazhdimisht i jap kontaktet tona, ne kemi 2 numra në dispozicion, një numër fiks dhe një numër celular që ndodhet poshtë ekranit tuaj, por mund të na shkruani dhe në faqen tonë të Facebookut Pa Gjurmë Report TV. Mirë, do të bëjmë shkëputjen e parë, do të kalojmë në një këshill mjekësore dhe rikthehemi sërish bashkë live për të vazhduar me historinë tjetër, me historinë e një nëne nga Ballshi. Jemi rikthyer në studio dashurmiq për të vazhduar këto momente me historinë e Hateme Hysenaj, kjo 78 vjeçare e cila ka kërkuar ndihmën e emisionit Pa Gjurmë. Është nëna e 2 fëmijëve, një vajzë e cila është larguar prej shumë vitesh në shtetin grek dhe një djali 54 vjeçar me aftësi të kufizuara në dëgjim dhe në komunikim. Unë në këto momente dua të prezantoj një material që gazetarja Klaudia na i servir në këto momente. Përshëndetje, sot jemi në Ballsh për të trajtuar një histori prekse, e cila lëshon pikpyetje për mënyrën se si trajtojnë personat me aftësi të kufizuar në vendin tonë. Pas asaj deri aty jeton një nënë 78 vjeçare, e cila do të rrëfej sot për jetimet e saj dhe se çfarë e ka shtyr atë të flasë publikisht. Është vetëm dhe çdo hap që bën një dhemb. Në Ballsh të Fierit një nënë 78 vjeçare jeton e vetme mbështetur në paterica, në një shtëpi ku eshtja ka zënë vendin e zërave, ndërsa dhimbjet në gjunjë dhe në mes i kujtojnë çdo ditë se trupi nuk i bindet më. Gjërat më të thjeshta për të tjerët, një gotë ujë apo një kafe, për të janë pothuajse të pamundura. Duart i dridhen, lëvizjet janë të ngadalta, ndërsa lodhja vjen shpejt. Burri ka ndëruar jetë, fëmijët i ka larg, dhe ajo ka mbetur vetëm përballë një jete që nuk e kursen. Të ardhurat e vetme janë pensioni i saj, me të cilin përpiqet të mbulojë qeran dhe shpenzimet e tjera. Personi vetëm që nuk ju nda kurrë ishte djali i vogël Hyseni, 54 vjeç, që nuk dëgjon as flet dhe vuan nga problemet të shëndetit mendor. Ai jetonte me nënën dhe ishte pranë saj çdo ditë, komunikonin me shenja, me shikime, një lidhje që nuk kishte nevojë për fjalë. Ishte i vogël, një vjeç, kështu e kemi shtruar në Vlorë neve. Se rrinte vetëm praptas, nuk rrinte as shesh, as në kem, as.
ndaj një shesh pëse. I ka djegur trurin, ju ka djegur temperatura, thoshin. Ka kaluar një temperaturë të lartë. Me kalimin e viteve ju kuptuat që ai s'fliste. Kishte mundësinë. Edhe nuk dëgjonte me kalimin. Po jam e të shtruar në spital. Që atëherë dhe deri tani që Iliri është 54 vjeç, ju e keni nën kujdestarin tuaj. Nuk e keni lënë asnjëherë vetëm. Jo. Ja, vetëm në shi. Ka që vjet. Minenën. Si komunikonit me njëri tjetrin? Me shenja. Me shenja, ju kuptonte? Ne, pa edhe kuptonte, edhe s'kuptonte. E më kapë mua për krau, a e dalë tujtë atua. Pas një zhurmë në balkon, të denoncuar nga komshin në shtëpinë e tyre trokitën uniformat blu, Hyseni nuk e kuptoi çfarë po ndodhte, nuk e kuptoi ku do ta çonin. Ai veshji atletit që kishte qejf dhe iku me ta, pa rezistencë, pa frikë, pa e ditur se po largohej nga nëna e tij dhe nga shtëpia e vet. Por çfarë ndodhi atë ditë që uniformat blu trokitën derën tuaj? Si e kujtoni ju atë moment? Po ja vetëm në balkon, tash i hoqa ishin ca dhoga atje. E po i rregullon të kështu, po i qënë. E unë kështë halëtashëm se thyen derën, se ish me gjam dera. Ja deri ai. Aty shkonë se esh mund të cep gjadeja, në cep palatit ati lartë. Në makinë e policisë. Po erdi dhe më habita, tash unë që ka berë. Ja, na isha në korë komshia, tash. Na isha në korë komshia. Thashëm për në shpitia i do bej, zhurëm, tash unë, në shpitia. A i kishtë i policët. Unë ngritë veshi këpucët. Hajde, ata, hajde. E mua për dore, për krau. Qa do benja? Zura u. Për djallët. Thashë për qa ma miri, djallën, thashë ma i zberi në i vrasje në nje, thashë. Ben zhurë më shpi, ben. Po qa thashë unë ajo që a qast s'ka berë kurrë e shutësh. Thash më dhe kishin quarë këtu gjakunti, thash unë edhe. Ma dërgojnë prapë. Se kush më tha mua, që i ka quar në lesh. Denoncimin policik, e mësuat se kush e bëri? Nuk e di. Ta thamë që në shënkuar ajo komshia. Komshia që kishit përballë? E nuk e di, që të them se kam dëgjuar me vesh. Ishin ankuar më para komshin për zhurëm? Jo. Kishte ndodhur ndonjëherë që Iliri të kishte ndonjë përplasje me komshinët, dhe ata pastaj kanë pasur atërmbetje dhe ndoshta prandaj kanë telefonuar uniformat blu? Asnjëherë. Kur dilim me vash në katim. Që prej asaj dite, kanë kaluar afro një vit pa shenja, pa praninë e tij. Djali ndodhet në burgun e Lezhës, një person me aftësi të kufizuara, i mbyllur pas hekurave, larg nënës së moshuar që mezi lëviz. I vetmi lajm vjen përmes motrës. Punonësit e burgut i kanë treguar se Hyseni i rri vetëm dhe qanë vazhdimisht. Teksa ajo rrëfen historinë, syt i mbushen me lot dhe zëri i dridhet. Çupe vogël, kish marrë njerë, kish marrë numrin atje. E kish folur me ta. A i rrimë vete kish thënë edhe zeqan. Qa do bëj? Ben lembë shëmbakut. Edhe a i zeqanët i thot, po që ka iku në shpia. Sa t'isha le djallë, pasaj le bende që atonte. T'jemi me një vend të paktën. E pensioni ati e imi, ngellet atje njëherë në ditë ta, vetëm mos t'jem vetëm. Sot kjo nën nuk kërkon shumë, kërkon vetëm të bashkohet me djalin e saj dhe kohën që i ka ngelur në këtë jetë, ta kaloj pranë tij. Kjo është historia e dhimbshme e kësaj nëne, kësaj 78 vjeçare me emrin Hateme Hysenaj, e sëmur, e cila kërkon edhe vetë të strehohet në një azil e pafuqishme të kujdeset për veten e saj dhe mbi të gjitha për të birin me aftësi të kufizuara 54 vjeçarin Ilir Hysenaj. Në fakt, e dashur Marcela, ne edhe gjatë kohës së reportazhit po diskutonim të dyja që si ka mundësi që një 54 vjeçar me aftësi të kufizuara në dëgjime edhe në komunikim dhe prapambetje mendore të përfundoj të dënohet me një vit burg. Ndaj unë ditën e sotme do lidhe me avokatin, ai që e ka ndihmuar këtë familje për të na treguar dhe anë ligjore mesazh
është dënuar, pse është dënuar, të gjitha këto detaje mund na japi avokati familjes Hysenaj. Kështu që regjia do më mundoj ta kem avokatin e kësaj familje në një lidhje telefonike për të na treguar pikërisht anën ligjore të kësaj situate të rëndë për këtë nën, që sipas saj ai ka mbërëruar dënimin dhe vazhdon ende të jetë në burg, sepse askush nuk ka mundësi të shkojë ta marrë në ambientet e burgut. Dhe ky është skandali, të mbarosh dënimin dhe të qëndrosh ende në burg, sepse ke një nën të sëmur edhe ajo me aftësi të kufizuara në ecje, dhe të qëndrosh në burg dhe asnjë institucion mos të reagojë, mua vjen keq për historinë e kësaj të moshuare. E kam avokatin e kësaj familje në një lidhje telefonike dhe e përshëndes. Përshëndetje. Po, përshëndetje. Unë të falenderoj që sot kam në emision dhe desha të pyesja në fakt për historinë e Hateme Hysenaj, të djalit të saj me aftësi të kufizuara në dëgjim dhe në komunikim. Çfarë ka ndodhur? Pse është dënuar ai pasi nëna e tij nuk mundi dot na sqaronte saktësisht ngjarjen dhe me sa ishte dënuar dhe pse ishte dënuar? Nuk është dënuar ai është në mas sigurimi, ka qenë mas sigurimi shtrim në Spitalin e Burgut në Lezhë në bazën e 239 kodit të shëndetësisë penale. Arsyeja? Po. Aktualisht është bërë akti i kërcimit dhe ekspertët janë shprehur për mjekim ambulator në mbikëqyrjen e një familjari. Dhe asnjë nga familjarët nuk po e merr mbikëqyrje për të kujdesur për ta. Por sa kohë ka ky 54 vjeçar që ndodhet në Spitalin e Burgut? Nuk mund ta them dot tani sepse nuk jam në zyrë që të them. Jo, e qartë, sepse sipas nënës ai ka që shkurtin e vitit kaluar dhe i bie afërsisht një vit. Nuk mund të them dot kohën sepse nuk jam në zyrë që të them aktualisht. E qartë, por ne i referohemi gjithje nënës sa avokat, kohës që ajo na ka thënë për programin pa gjurmë. Por në këto momente që ne flasim, institucioni i Burgut kërkon që një familjar të shkojë të vej ta marrë? Jo, institucioni i Burgut do shpreh gjykata. Gjykata, po? Do shpreh gjykata me i vendim, duhet ta marrë një nga pjesëtarët e familjes dhe askush nuk e merr, as motrat as vëllezërit të marrin për këtë. Dhe kjo është e rëndë, dhe ai vazhdon të qëndrojë aty. Ai do liroj, do dali, po kush do ta marrë në përsipër për mjekim ambulator atë. Atëre, avokat, të lutem, se ju e njihni ligjin më mirë. Atëre, më sqaro. Kemi një vendim gjykate, që do thotë gjykata ka vendosur, ka dhënë një vendim, e ka dënuar me mjekim të detyrueshëm? Nuk ka vendosur akoma aktualisht këtë. Askush nuk po e merr. Kemi seancën, nuk e di tani datë 9 kur e kemi dhe duhet të vinë një nga familjarët që ta marrë përfshirë. Po tani nuk kemi një vendim gjykate apo kemi? Kemi një akt ekspertimi dhe nuk kemi një vendim gjykate. E qartë, të kuftova se nuk të dëgjova mirë, prandaj ta bëra këtë pyetje. Dhe ndërkohë jam në mjet tani në autostradë dhe nuk flas dot më shumë. E qartë, të falenderoj avokat për ndryrjen e shkurtër dhe që na informove me këto detaje. Pra, kjo është situata e dashur Marcela, ndërkohë që avokati ishte as pak i qartë dhe as pak i informuar rreth situatës, edhe në të tilla raste të jesh një avokat mbrojtjes, normalisht që duhet të jesh pak në thelb të situatës se çfarë ka ndodhur. Por mos të merrim me avokatin dhe mos paragjykojmë avokatin e familjes. Nuk kishte ndjeni fare njerëz se çfarë kishte ndodhur në rastin konkret. Por çfarë i shërben atit një trajtim mjekësor i detyruar? Po sa është i sëmur, për pambetje mendore. Do thënë ai është në moshën 54 vjeç, nëse ai ka pasur nevojë për një ndërhyrje të emergjente, qoftë hospitalizim apo një trajtim të detyruar, mund të ketë qenë e hershme. Pse tani? Çfarë ka ndodhur? Ai ka qenë i trajtuar më përpara? Apo jo? Ka qenë i trajtuar me medikamente apo jo? Domethënë kjo është Marcela, kam shumë gjëra, shumë gjatë për të parë deri të arritur deri në atë pikë, sepse çfarë ndodh? Ne nuk e dim atë çfarë donim të dinim. Çfarë realisht ka ndodhur që ky djalë ka arritur, ka shkuar në Spitalin e Burgut për të marrë një trajtim apo rehabilitim të detyruar. Po flasin në raste nëse është një kriminal, nëse ka tentuar të lëndojë dikë, apo ka tentuar të dhunojë në familje, apo ka tentuar të dhunojë në komunitet. Po flasin për një person që është me aftësi kufizuar, që nuk dëgjon, nuk komunikon, dhe është me parapambetje mendore. Dhe çfarë arsyetimi apo lërime mund të ketë pasur ai në ato momente që pas ka ndodhur gjithë kjo problem në. Por ajo që mua më shqetëson është që pas avokatit asnjë familjar nuk shkon që ta marri. Dhe ky është gjithë problemi, që një nënë e sëmur në këtë gjendje, këto paterica nuk mund të shkoj dot për ta marrë dhe mbi të gjitha ato kujdese. Unë dëgjova avokatin dhe pak a shumë nuk ishte shumë e qartë në atë çfarë ne donim të dinim realisht.
E para që është gjëja më kryesore sa ko ka një sipas familjes, një vit. klient i joti brenda. Ti je një avokat e ke në mbrojtje një X person. Dhe ti nuk je në dieni se sa ko ka ky person brenda. E para. Mos të paraqitojmë avokatin sepse pa pagesë ai mund të ndihmuar një familje në nevojë. Jo, jam dakord, por ideja është që ne të dalim në konkluzion të gjithë kësaj historie, duhet të dimë që nga A-ja deri tek Z-ja, arsyeja pse ky djalë është futur brenda, është marrë nga forcat e policisë dhe është futur në spitalin e Burgut. Po unë jam e sigurt që ne nuk do japim zgjidhje të nëse marrim arsyen. Arsyeja, çfarë do bëhet tani. Ligjërisht nuk lejohet që një person me aftësi të kufizuar të kryej një dënim, çfarë do lloj dënimi të mundshëm që të jetë. Nuk kemi një vendim gjykate. Mund të trajtohet, mund të rehabilitohet në raste ekstreme agitimi apo agresivitetit të sjelljes, por jo të kryej një dënim. Këtë e kemi në moment nuk kemi ta, avokati ta nuk kemi një vendim gjykate, nuk ka një dënim. Po normalisht për se nuk ekziston një dënim. Por në situatën në të cilën ne ndodhemi, funksioni i shtetit, domethënë çfarë duhet të bëjë kjo nën me ndihmën tonë, por edhe të motrës, e cila ndodhet në Greqi pa dokumenta e pa mundur për të udhëtuar në Shqipëri, do të kemi Violeta Hysenaj, vajzën e Hatemes apo motrën e Ilir Hysenaj në një lidhje direkte nga Greqia, e shqetësuar për vllajin e saj dhe e përshëndes. Violeta, përshëndetje. Përshëndetje, Odeta. Të falenderoj që të kam në këtë lidhje dhe ditën e sotme do flasim të dyja së bashku pa të paragjykuar që pse nuk e ardhur në Shqipëri për të ndihmuar vllajin tënd në situatën në cilën ndodhet. Falenderoj shumë, Odeta. E dashur Violeta, ajo që ne kemi arritur të kuptojmë në të gjithë këtë histori është se nëna juaj kërkon së bashku me të birin e saj të strehohet në një qendër. Dëgjoj, Odeta, e para e punës, policia nuk duhet të arrestonte një sakat ta çonte në burg. Nuk jam e kënaqur me policinë e Ballshit. Arsyeja pse është arrestuar? Çfarë ndodhi atë ditë dhe pse u arrestua vllai juaj? Se beri llafe me nenën si që beri çdo familjar në shtëpi llafe. A pati një akuzë dhunë në familje? Po jo me zemë. Jo, po të pyes për të kuptuar ne situatën, sepse në momentin që ka pasur një konflikt, Violeta, ti jemi të qartë për publikun, të lutem, Violeta, ti jemi të qartë për publikun edhe për uniformat blu, sepse uniformat blu ku bën një arrestim, ka një denoncim. Ndoshta vllai juaj ka pasur një konflikt me nënën, fëmijët e kanë denoncuar për dhunë dhe policia e ka arrestuar. Këtë drejt, po policia nuk duhet të çonte një sakat që nuk dëgjon dhe nuk flet. Po mos ta përdori me atë fjalë. Mos ta përdori me atë fjalë se është e rëndë. Flasim për një person me aftësi të kufizuara. Dhe ai avokati nuk duhet të flasë në atë mënyrë, se nuk e se ne nuk e duam vëllan, por ne jetojmë jashtë shtetit, ai vëlla ka jetuar me nenën dhe me baban. Iku baban nga jeta dhe ngeli ai vëlla me nenën. Nëse një motor ndoshta e ka të vështirë të pranoj që vllai po mund të ketë ushtruar dhunë, por kur përbën rrezik dhe fëmijët e shikojnë që ky person mund të jetë rrezik për nënën e tij të moshuar, denoncojnë në polici. Çfarë ndodh në tilla situata e dashur Marcela? Ne kemi parë dhe raste në më ekstreme që jo me aftësi kufizuar, po me dhe njerëz të zhvillimit normal, në momentin që ka pasur një keq kuptim brenda familjes, a problemet të tjera nuk kanë arritur deri të marrë një vendim i formës së prejtë që ti mund bëjë një vit burg, po e kapim të mërqen se ka një vit, ka kryer dënimin e një vit. Po në të tilla situata, e qartë, ky person është kufizuar në burg nuk duhet të shkojë. Sipas ligjit. Jo, nuk e përmban. Me nënën nuk mund të rrisë se mund të përbëjë një rrezik dhe nëna nuk ka fuqi të kujdeset për atë. Po ku duhet të lënë ky person? Të lihet atje përjetësisht te spitali i Burgut, të lihet në rrugë? A funksionojnë hallkat në vendin tona? Ka një institucion ku ta njerëz duhet strehohen? Ka vende që janë qendra komunitare që janë në disa vendet në kryeqytet apo dhe disa vende të Shqipërisë që ofrohen shërbime ditore për persona me aftësi të kufizuar. Kemi dhe qendra rezidenciale, të cilat njëra në mos gaboj është në Durrës edhe njëra është në Shkodër, të cilat në bazë të lidhjeve nga njësia administrative të zonës që familjarët banojnë, mund të bëhen kërkesat për shkak të nuk ka kusht të kujdese, për shkak të gjendjes agresive që mund të ketë, për shkatëzime të momenteve që ai mund të ketë në familje, varet se sipas situatës që ato mund të kenë dhe mund të
transferohet në Durrës apo në Shkodër. Por duhet di që të gjitha prap procedurat, se po dalim këtu ku jemi, edhe po të kërkojmë një qendër rezidenciale për të çuar djalin, qoftë në Durrës apo në Shkodër, duhet një sër dokumentacionesh për të realizuar, për të shkuar, për të bërë vlerësime të gjitha format e mundshme, sepse i bie që nga një moment ky individ shkon në përgjithësi të këtij institucioni shtetëror. E qartë. Ishte përgjithësia nga familja dhe nëna do jetë e aftë dejnë për ta bërë të gjitha këto procedura. Jo, ajo fizikisht nuk ka do ta bëjë. Ndaj, motra që është shëndet plot, mund të vi një ditë, 2 ditë, 3 ditë, 1 javë, 2 javë, të merret me gjitha procedurat që vllai të rikthehet në shtëpi, të ndiqen procedurat nga njësia administrative në qytetin që ato banojnë dhe njësia administrative ka shërbim social të sigurisht që ka çdo njësi dhe merren komplet direktiva dhe vazhdojnë të gjitha hapat me radhë. Po kështu tani Marcela, të ndërpres pak të lutem sepse më duhet kaloj në reklama. Violeta do qëndrosh sërish me mua në këtë lidhje, kalojmë në reklama dhe rikthehemi sërish bashkë. Mirë, jemi rikthyer në minutat e fundit dhe po flasim për historinë e një 54 vjeçari Ilir Hysenaj me aftësi të kufizuara në dëgjim edhe në komunikim, por dhe me prapambetje mendore, i cili ndodhet në burgun e Lezhës, më saktë në spitalin e burgut të Lezhës prej 1 viti dhe askush nga familja nuk ka mundësi të shkojë ta marrë dhe ai të rehabilitohet ndoshta në një qendër. Kam në një lidhje direkte motrën e 54 vjeçarit Violeta Hysenaj, e cila kërkon ndihmë në pamundësi për të ardhur në Shqipëri, ka kërkuar ndihmën e studios së emisionit pa gjurmë, por ka në studio edhe psikologen Marcela Lekli, e cila po tregon edhe anën e procedurave që duhet të ndjekë kjo familje që 54 vjeçari mund të përfundojë në një qendër siç është Shkodra apo Durrësi që merret pikërisht me këta persona me aftësi të kufizuara. E dashur Violeta, unë dua të shpjegoj të paktën dhe në bazë të informacioneve që kam marrë përpara se të hyja në këtë transmetim që ju kërkoni edhe nëna dhe vllajt jeni në një qendër bashk, por kjo është e pamundur. Nëna mund të strohohet në një azil, në një shtëpi të moshuarve, po e pamundur që vllai juaj me aftësi të kufizuara të shkojë në një azil. Nëse vllai juaj do shkojë në një qendër të personave me aftësi të kufizuar, e pamundur të shkojë dhe nëna juaj. Pra, nëse ju vendosni që nënën dhe vllajin ta dorëzoni në institucion, ata do të jenë në 2 qendra të ndryshme. E pamundur të jenë bashkë, sepse jam interesuar dhe e pamundur të bëhet kjo gjë. Odeta e mirë është për Ilirin mos të rri në burg, mos të kaloj jetën e tia në burg një sakat. E dashur Violeta, ajo që unë arrita të kuptoj është që ju me avokatin nuk keni shpjeguar për të kuptuar se çfarë ka ndodhur me vllajin tuaj, sepse avokati u shpreh që gjykata nuk e ka dënuar. Të vi të firmosi, po ku do ta çoj unë vllajin në Greqi të vi ta marr unë, mua s'na lejon të kaloj në kufi vllajin. Jo, ajo që ty të shpjegoj edhe psikologja është që ardhja juaj mund të ndihmoj për të bërë disa procedura në bashkëpunim dhe me ne që vllajin ta strohoni në një qendër. Se edhe në burg nuk mund ta lini. Po jo me zemre, pse të kaloj jetën në burg, ai nuk është kriminal, ai s'ka vrarë njeri Iliri. Por atëherë çfarë keni menduar të bëni? Që momenti që u zu me nenën dhe kush denancoi që e mori policia. E dashur Violeta, dua të pyes, sa motra dhe vëllezër jeni? Po jemi 2 vëllezër, janë jashtë shtetit vet, dhe Iliri 3 dhe ne 2 motra. Po mirë, gjithë pa të gjykuar dhe mos ma merr për tes, asnjëri nuk e ka mundësinë të vinë në Shqipëri dhe të kujdeset për vllajin e sëmur? Po se ka mundësinë me zemre se duhet të jesh aty për ditë me Ilirin. Po jo, një për qëmë për ditë, mjafton që në anë dokumentacion e procedurave mund të ndihmojnë. E dashur Violeta, në Angli dhe tjetri në Greqi. E dashur Violeta, unë nuk dua të gjykoj, nuk jam askushi të gjykoj, të paragjykoj histori që trajtoj, jam gjithmonë në krahun tuaj për të dhënë një zgjidhje, zëri juaj të dëgjohet, por ndoshta si motra dhe vëllezër bëuni bashk, mund të vendosni një kuotë që të merrni një shërbyse në shtëpi, i shërbej vllajt, nëse nuk do arrihet, le të themi, dërgimi i tij në një qendër. Pra duhet gjetur një zgjidhje, ajo që ne mund të ndihmojmë, unë dhe Marcela, është që ju të ndiqni procedura saktë dhe vllai të strohohet në një qendër, por kaq mund të bëjë një media. Nuk mund të bëjë më shumë, besoj që përgjegjësia më e madhe për ato 54 vjeçar jeni ju, familja juaj.
E di zemra, po a më ndihmoni të vini një qendër vëndai, se nuk i kemi mundësit neve që këteja, jashtë shtetit. Marcela, mund të bëhet kjo gjë? Më shpjegova edhe më lartë, në rast se Shërbimi social i atij qyteti, ndoshta e di si histori dhe sot që e shikon që bëhet publike, mund të jetë një punojës për ta verifikuar këtë gjë dhe ndoshta dokumentat mund të ndihmojmë ne. Personi në fjalë është me kemp edhe merr është i trajtuar me kemp. Edhe vërtetohet normalisht që është në sistem në çdo moment që ai është person me aftësi të kufizuar, për kaq kohësh, për kaq vitesh, çfarë diagnoze ka plus e të gjitha me radhë, është diçka që është shumë e verifikueshme. Por, pastaj se çfarë kërkon nëna dhe çfarë kërkon djali, pastaj këto janë tematika të tjera. Nëse nëna kërkon të shkojë në një azil, atëherë duhet ndiqen disa procedura. Procedura që nëna të shkojnë në azil të ketë një kujdes qoftë mjekësor apo social në atë azil. Nëse djali do një qendër rezidenciale që normalisht që do të rehabilitohet, sigurisht që duhet të jenë procedura ligjore që do ndiqen, sepse personi kujdestar kush është në këtë rast që po flasim për person me aftësi të kufizuar, nëna duhet të jetë, sepse a ka një kujdestar vëlla juaj? Ligjor? Po s'ka me zemre kujdestar, s'ka njeri. Po a trajtojt me kemp vëlla juaj? A merr kemp vëlla juaj? Kempin kush ja merr vllajt atje tek posta kur e merr? Një pension merr më duket. Po pra, merr një pension një kemp. Po, ai nuk shikon edhe në një. Që do të thotë ai ka një kujdestar. Dikush paguhet për vllajin tuaj. Po sigurisht pra sepse ligji e përmban. Ja kanë prerë kujdestarin. Ja kanë ndërprerë kujdestarin. Ja kanë ndërprerë. Ka prerë kujdestarin? Kempi e pror, besoj, ai ja kanë ndërprerë. Po jeton vetëm me nenën. Nena nuk merr kujdestarin, ne 10.000 lekë merr. Nuk merr kujdestari për Ilirin. Po sepse nëna është në pension. Dhe në fakt ne po shkojmë 70 vjeç e pan gazetarët se si është edhe nena. Me sa di, mos të jap informacione të gabuara, në momentet që një pjesëtar i familjes del në pension, normalisht që nuk përfiton, do zgjedhë o pensionin o kujdestarin. Dhe janë dy gjëra që nuk mund marrësh, edhe pensionin edhe kujdestarin. Domethënë ajo duhet të zgjedhë midis pensionit dhe kujdestarin. Dhe çdo person me aftësi të kufizuar ka një kujdestar ligjor që ndjek me dokumentat dhe procedurat ligjore, sepse po flasim për një person me aftësi të kufizuar, që është i paaftë të dëgjojë, është i paaftë të komunikojë dhe është me prapambetje mendore i cili edhe nga shikimi sigurisht dhe tërheqjen e kempit të këtij pensioni mujor, kush ja tërheq këtij djali? Normalisht që ja tërheq personi kujdestar ligjor sepse nuk ka askush tjetër detyrim ligjor ta marri, pra postës a bankës kudo që tjetë. Ai vetë nuk e merr dot, është personi kujdestar ligjor. Unë merrem relativisht me personat me aftësi kufizuar dhe çfarë është në lidhje me procedurat të gjitha se si janë, jam shumë në brëndësi dhe po ta them me bindje të plot që procedurat janë të tilla. Nëse djali do të vazhdojë të rehabilitohet në një qendër, duhet të ndiqet të gjitha procedurat ligjore. Në të kundërt, në atë rast se siç është, ashtu të mbetet. Dhe kjo është fatkeqësi. Violeta, po shkojmë drejt fundit. Ne sot e prezantuam këtë histori me shpresën që zëri juaj do dëgjohet dhe dua ta mbyll me një mesazh dhe do flasim bashkë pas kuintave, për të ditur se çfarë do bëjmë dhe se si mundemi dhe ne të ndihmojmë. Kush është mesazhi juaj? Mesazhi im është që të veni dorë në zemër vetëm për Ilirin, të dalin nga burgu dhe ta marrin një shoqat Ilirin, po mos e nga nenën se s'kam çat. Iliri jeton vetë me nena, nuk ka mundësi nena ta mbaj Ilirin, as ka mundësi të mbaj vetëm me saj tani. Po nuk të shkon njeriu nëna të marri dikë në burg apo kudo që tjetë pa një autorizim apo person kujdestar, sepse është mbi të gjitha është person me aftësi të kufizuar. Janë ligje dhe të tilla zbatohen për aftësinë e kufizuar. Ajo është e pamundur që ti kërkon, sepse është ligjërisht e pamundur, jo se s'duam ne do kërkojmë realisht, se ndoshta motra prej shumë vitesh nuk ka ardhur në Shqipëri dhe nuk e njeh mirë situatën, do kërkojmë dhe do mësojmë se kush është dhe kujdestari për të vepruar. Po nëna duhet të jetë e sigurt. Ndoshta nëna dhe për ta ndihmuar këtë familje. Violeta, do mbetemi në kontakt dhe të përshëndes nga Tirana. E dashur Marcela, të falenderoj që të pata sot në studio për këtë histori. Uroj dhe shpresoj që në ditët në vijim nëse do kemi nevojë për këshilla apo procedura për Ilirin, do na ndihmosh që këtë të smur me aftësi të kufizuara ta strehojmë në lidhemi dhe me Bashkinë e Ballçit, me shërbimin social,
dhe mund ndjekim gjitha procedurat. Të falenderoj sinqerisht për të ndihmuar nënën 78 vjeçare dhe të birin e saj. Faleminderit. Mirë të dashur miq, kemi ardhur në fund edhe për sot. Ju falenderoj që qëndruat me mua deri në fund të programit. Ne bashkë do ritakohemi sërish nesër live ora 16 këtu në ekranin e Reporters TV. Mirupafshim.